pakënaqësitë e tyre e të tjerë, është një turm normale. S'ka si problem. Por kjo që turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të mëtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të çregistrimeve në Sarandë, disa shenja shqetësuese, pak. Por para se të bëhet trend, që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur. Pra për të sjellë ato para që do të shkojnë tek bizneset e vogla, që do shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëherë do të humbasim shumë turist këtë vit. Mbase këtë doni, unë nuk besoj që këtë doni, por mbase ky është edhe qëllimi, që të jetoj vetëm me flamengot, të cilët 99.99% e atyre që i mbrojnë si kanë parë në jemë sy.